Miqtë Prizmës, sot ishte një ditë e bukur e shtunë. E shtunë për plazh edhe sigurisht Velipoja është një nga vendet më të bukura për të bërë plazh. Dhe gjëja që kisha dëshirë të bëja ishte të shikoja bregun, si janë vendosur çadrat edhe a ka apo s'ka vende pjesë të këtij territori fantastik që ka Velipoja, ku mund të ketë plazh publik edhe ku njerëzit mund të bëjnë plazh lirshëm pa shpenzuar shumë. Por do t'ju tregoj më vonë. Duke qenë gazetari edhe ai njeriu që s'rri pa politik, ha buke politik. Nuk është një gjë e bukur, por ç'a të bësh, kështu është. Kam pas edhe babain kështu, jam edhe vetë kështu. S'kemi bërë gjë tjetër vetëm se kemi ngrënë pak shpirtin njerëzve të familjes, por është profesioni. Po shikoj edhe kuvendin e demokratëve ose partisë salikratike të Shqipërisë, të cilët po dëgjonin historitë, prallat e një plaku i cili po ju tregonte se si kishin dashur ta eliminojnë partinë, ta kthejnë shërptore të Partisë Socialiste, teoritë e konspiracionit më të madh të botës, se si kishin dashur t'i fusin gjithë në burg, si kishin dashur të shkatrojnë opozitën, krimi, mafia, droga, etj, dhe që sigurisht është një pjesë e madhe që aty nuk besojnë, është një pjesë pastaj që nga marrëzia dhe besojnë, dhe ky e thot me pathos të jashtëzakonshëm. Në fillim salla ishte edhe bosh, bile edhe në fillim edhe në fund, nuk ishte mbushur, sepse sigurisht salikratikët janë aty, po jo demokratikët. Praktikisht po ndëgjonim edhe ndryshimet. Nuk do kenë më 30% femna që se kanë zbatuar kurrë, se gënjejnë gjithë ditën, po 40%. Po kur Sali Berisha po ju thoshte që kanë dashur të na eliminojnë edhe të na shkatrojnë si parti, të na marrin peng si parti, të na mbarojnë opozitën, nuk u shpjegonte që gjithë ato njerëz ishin emëruar, që drejtonin Partinë Demokratike ishin emëruar nga Sali Berisha. Sali Berisha ndërkohë po akuzonte Sali Berishën që kishte vendosur aty njerëz që shiteshin e blieshin, dhe thoshte pastaj edhe kam bërë gabime, po gjithmonë jam munduar t'i drejt gabimet e mia. Tashmë ajo parti nuk është më një subjekt politik. Ndash të ndryshojnë, ndash mos ndryshojnë, ndash të bëjnë si të duan. Një eurodeputet apo deputet gjerman Bayer i tha gjë të bukur, bëri ndryshimet, vendosni njerëz të ri, vendosni një kryetar të ri, vendosni një president të ri. Bilu i tha dhe se si ta organizojnë partinë. Kam në mend të tonë, por nuk po i flas. Ju tha disa gjëra troq, cilat as kanë për të bërë ndonjëherë dhe as do të bëhen ndonjëherë në Sali Berishën. Po, kishte një tre se ajo parti ka dhe stresin me vete, ka dhe djalin e ati që vdiq në makinë, me trut hapur, me kokë të hapur, të cilët ja grabitën edhe zgjedhjet kur donte, që të fitonte me Lulzim Bashën, të cilin tash Sali Berisha i thot ishte që do t'ja grabiste partinë, do ta shit tek socialistët, edhe do blieshin e shiteshin nga maggjoranca. Imagjino çfarë partie është. Edhe djali i Azem Hajdarit, që dihet mirë se si është problemi i tjatit ti dhe Azem Hajdarit. Mungonte e bia, sigurisht. Më e qartë në këto drejtime. Të tjerët pastaj janë një mrekulli e jashtëzakonshme filozofike e politike. E mrekulli e jashtëzakonshme në aspektin se si mund të qëndrojnë bashkë. Si mundën të qëndrojnë bashkë të tillë njerëz. Po kjo është Partia Demokratike, që në fakt unë i them salikratike. E gëzoshin Kongresin ose kuvendin. Patjetër, u bofshin 100 vjeç. Sepse sigurisht nuk bëjnë asgjë tjetër të garantojnë pushtet çdo forcë tjetër politike përballë tyre. Kthehem ke Velipoja. Po sigurisht i rash në kanë
nxora disa fotografi ku ka terrene bosh. Jo se janë bosh që nuk kanë shkuar çadrat për të vendosur, sepse çdo gjë është e rrethuar aty, është mirë përcaktuar se ku do vendosen, po se ka ishuj të ndryshëm ku do vendosen çadra ose do vendoset që të jetë lirë fare free. Dhe Bashkia e Shkodrës ose Benet Besi kanë vendosur që taksa do t'jetë, ose tarifa do t'jetë 900 lek me treja, 500 lek që mund ta përdori dhe bashkia, dhe 0 lek ku mund ta lejnë free fare, që ti shkon me çadër edhe nuk do paguash asnjë lek. Kështu është, ose kështu duket. Mase mund mos të ketë fare kështu me 0 lek, po unë besoj se do lejnë territorë të lirë që të ketë edhe për këtyre njerëzve, jam i bindur që do lejnë. Megjithatë pash territorë të lira, pash vende që çohen vendosen çadrat, shkojmë në një vend zakonisht dhe e pyetëm që sa bën, na tha 10 euro bën, na kujtoi për kosovar. Pastaj tha 10.000 lekë, di pse se ne kemi një çadër edhe 4 shezlong. Mirë, rregull. Nëse ne kemi mik tonë, aty bënte 5.000 lekë. 5.000 lekë sepse s'është as qershor, po sido që t'jetë puna nuk do bëj dot mbi, edhe nuk do gënjejnë dot se kontrollohen shumë. Nuk do bëj dot mi 9.000 lekë të vjetra. Në këtë pikë pam një çadër, rreshtim çadrash më të rregullt, kufit janë më të rregullt, edhe po i thyen, kam përshtypje se e psojnë, më pastërti, më mbledhje plerash, sigurisht, patjetër rane pastër, patjetër organizim shumë më i mirë, pastrim më i mirë, rrugica punohet sepse do bëhen një paralele, rrugë paralele mas asaj pedonales, bile do zgjatet akoma më nej, po tani mendojnë që të bëjnë 800 metra brenda sezonit, si më thanë, dhe pastaj do vazhdojnë me një tjetër. Rrugë paralele shumë e mirë se ndanë në mënyrë qartë edhe bën të mundshëm furnizimin e mirë, qarkullimin e mirë. Është një Vilipoj ndryshe, edhe ta mendosh se është një nga plazhet më të mirë. Nuk ka ndërtime të larta, edhe ato që janë deri në 4-5 kate, s'ka më. Ka hapësirë të jashtëzakonshme, gjerësi të jashtëzakonshme, rënd shumë të gjanë. Ka ujë, kështu i rrjollit, ka një lagun, Vilunin, ka dhe derdhen e Bunës. Nuk është as kërkush si Velipoja. Kushdo administrimi ka lënë për të dëshiruar shumë Velipoj. Investimet e mëdha që i thonë do bëhen investimet e mëdha, këto investimet e mëdha pastaj e kthejnë si Shëngjinin ose si Durrësin. Dhe kush pëlqen Shëngjinin dhe Durrësin, mësane ka pikpamje të çuditshme përmbi plazhin. Do që ta shoqëroj plazhin patjetër me beton. Unë nuk kam dëshirë, du vetëm ranë. Edhe mundësisht lulishte, jeshile që Velipoja i ka me shumicë. Pemë, lulishte, lulet bukura, patjetër, pa diskutim, dhe sigurisht ujë të pastër. Uji është i pastër, pa diskutim që është i pastër. Ka ujë të pishëm me bollek, sepse ka dhe ujë sjellësit, ka dhe ujë. Është një brez ujë aty, fantastik, ujë i rrjollit. Tashi, që do thoja unë? Do thoja që patjetër në portale të gjitha janë 100 vetë të ngarkuar të salikratikët, kupton që fillojnë e shajnë. Shumë edhe 9.000 lekë, edhe 5.000 lekë është shumë, ata s'kanë bukë me hangër, njerëzit po vdesin, kështu shkruhet. Njeri bile thoshte aty, në Greqi thot mjafton të bleshi dhe ke falas thot çadrën e shlezlongat, bile njeni i shtote aty, jo falas thot në Greqi. Idiotizmat e ti, jo falas që i ke, thote. Ky që talte, në ju shtrapin me te. Po kur shkon në Greqi, thot ulesh, bën plazh, edhe kur çohesh nga çadra, vjen i greku dhe thot, ti kam farë dhe tero, vetëm që erdhe shoqyr. Këto 100 vetë që 50 paguen, po nuk i kanë, për 100 vetat nuk i kanë këta. Portalet edhe salikratikët i paguen, janë thjesht me urrejtje patologjike, ato që shohin që bëhet gjë mirë, ndërtohet të çka vrap shkojnë atje. Që sa keq e kanë ndërtu, sa keq e kanë bërë, e kanë lënë për gjysmë, nuk e marrun në kohë. Ndërtohet një rrugë, sajohet, shtrohet rruga. Sa keq e kanë shtruar, sa e zezë është, pse duhet ishte e bardhë, nuk kanë bërë këtë. Kur bëhet edhe ajo, shiko se s'kanë bërë këtu në një vend tjetër, këtë punë kanë. Mirë po, e di ç'ndodh me këta tipat?
ka shumë budalli që flasin, ka shumë marrina bëjnë. Është edhe i deputet që del kështu, vën celularin, plot marrëzira. Sa më tepër bëjnë kështu, aq më tepër i mbushin mendjen njerëzve që mund të jenë votues nga salikratikët, thonë të shijoj ne nuk votojmë më se me këta budallë ne nuk mund të merremi. Gjithsesi, Velipoja ishte mirë sot. Ditë e bukur, kryevepër. Sali Berisha vazhdonte prallat e tija me heroizmat e informatorit, ka qenë një film dikur, film sovjetik, tipik sovjetizmat e Sali Berishës në kuvendet e tij janë pafund. Dhe në anën tjetër, pushimi fantastik, fëmijë plot, kosovar plot, pastaj fillon të vinë në Shkodran, nga periferit, plot. Një det i mirë, koha mrekullueshme, 31 gradë. Thash me vete, ora, mirë ti që ke luajtur mend që dhe vazhdon e merresh me politikë. Po pse nuk shikon këta më që se kanë mendjen, vazhdojnë e kënaqen aty në rrezet dillit, me ujin e mirë dhe me çadret e mira. Edhe me vend ran plot bosh, ku mundesh me ul çadrën dhe të vazhdosh plazhin. Po, kështu është më mirë. E shikon që njerëzit nuk e pas kanë mendjen shumë ke politika. E pas ka mund, ja 1.000 vetë tjerë. Po themi për Shkodrën, ja 10.000 vetë në Shqipëri. Po të tjerë, ata që çajnë, nuk duhet ta them atë fjalën, çajnë kokën fare për këtë punë, vazhdojnë plazhin, vazhdojnë elementet e familjare, elementet e qefit, ditë e shtunë, ditë e dileshtë. Dakord, miqtë e mi, të desha këta.